Ne kemi pasur deklarata për mendimin tim të çuditshme, për fat keq kanë qenë të tilla të zonjës Silanovska në fushat, duke mos marrë, duke mos hyrë pra në analizën e historisë vlerësimeve dhe qëndrimeve të saj për shumë çështje, për marrëveshjen e Ohrit, ligjin për organizimin territorial të vendit, ligjin për gjuhët. Ne kemi pasur një deklaratë e cila, nëse parafrazoj, parafërsisht është kështu. Pse Maqedonia mos jetë shtet i Maqedonasve, njësoj siç mund të jetë Serbia e serbëve, Greqia e grekëve, Bullgaria e bulgarëve. Pavarësisht kontekstit interpretativ që mund të jepet, se ajo deklaratë është thënë në kontekstin që Maqedonia është shtet nacional dhe identiteti nacional nuk është identitet etnik dhe nuk e ka menduar ajo që, domethënë, atë që u fol për narrativin pra politik, nuk është menduar që të thotë që Maqedonia është pronë apo duhet jetë vetëm e Maqedonasve. Unë e shpjegoj. Ta samata veli, некои велат Македонија е sui generis во таа смисла, но таа не се согласува со таа дефиниција. Unë mund ta shpjegoj aspektin e akceptimit dhe receptimit të votuesit shqiptar të kësaj deklarate. Kjo deklaratë tek shqiptarët lexohet tekstualisht kështu, që Maqedonia është shtet i pastër etnik i popullit Maqedonas dhe vetëm i Maqedonasve. Dhe të tjerët nuk kanë se çfarë kërkojnë këtu. Zoti Sela, Bilal Kasami, të gjithë janë të vetëdijshëm për disponimin aktual politik të shqiptarëve ndaj VMRO-DPMN-s dhe zonjës Silanovska. Unë mundohem në këtë studio, në studio tjera, ta përcjell këtë vullnet politik të shqiptarëve. Unë nuk them që në të ardhmen shqiptarët do të gjenden në një rrugtim apo në një kryqëzim me VMRO-DPMN, sepse kjo mund të ndodhë me një VMRO të reformuar. Me këtë diskurs, me deklaratën, shifni, po mundon të asqaroj vetëm me një shembull dhe këtu do të përfundoj që Olivera përfshihet në debat, po mendoj që është e rëndësishme. Fati i zonjës Silanovska do të jetë fati i Tito Petkovskit në vitin 99. Nuk them që Pendarovski do ta ketë fatin e Boris Trajkovskit në vitin 99, po parafërsisht do të jetë e njëjta gjë.